Ju kam thirrur në një takim emergjent për t'ju përgatitur për tërmetin. Lëkundja planetare matet me atë që quhet shkalla Richter. Tërmeti i sotëm ishte i shkallës 5. Goxha i moderuar dhe plotësisht normal, por një kujtes për të gjithë ne që të jemi të përgatitur dhe të mos na ka paniku. E përsëris, mos u përfshini nga paniku. Më duket se po përfshihesh nga paniku. Mua? Sigurisht që jo. Planeti përbëhet nga disa pllakza dhe pllaka gjeologjike që lëvizin në mënyrë konstante, gjë që mund të çojë në shkatërrim në mas. Çfarë po bëjmë? Duhet të jemi të gjithë në panik. Bota po merr fund, erdhi fundi. Uluni dhe fshihuni, uluni dhe Faleminderit. Një dorë hidrogjen dhe oksigjen i ftohtë gjithnjë më qetëson. Ku e lash? Po na thoshe që nuk duhet të na kapte paniku kur të kapi ty. E drejt. E drejt. Dua vetëm të sigurohem që të jemi të gjithë të përgatitur. Ja pse kam bërë gati këto pako të veçanta tërmeti. Kërkimi im tregon që këto pako kanë gjithçka i duhet dikujt në rast tërmeti. Si për shembull, suplemente të thara proteinash, shishe rihidratimi, një elektrik dore, dhe me që jam ekspert i madh, shtova ca gjëra nga ana ime. Një jastëk barku që zbut rënditjet, një mbrojtës metalikoke, litar i thurur me përbërje fibrash, marrës frekuence, lehtësues emergjent dhimbjesh dhe fash me ngjitës me shumicë për t'i mbajtur gjërat e lëshuara në vend. Ndonjë pyetje? Nani. Ç'kemi Lilo? Në shtëpi e ke motrën? Por nuk mendoj se ajo ndihet shumë mirë. Tha që i kishte dalë një puçër shumë e madhe. Lilo! Jo, jam shumë mirë. E po atëherë çfarë po shtrydhje? Sa e mirë që është. Po. Zoti Wong të kërkonte biznesi i surfit. Si the? Unë nuk jam në punë sot. E di, por tërmeti sotëm e kishte epiqendrën afër plazhit. Shkaktoi ca dëme. Duhet të vendosni çdo gjë sërish në rafte. Për fat mirë, makineria e re e langjeve nuk u dëmtua. Është e vetmja që na sjell përfitime këtu. Por zoti Wong, unë sot e kam pushim. Ty të pëlqen puna që bën, apo jo? Në fakt më pëlqen me të vërtet shumë. Shumë mirë. Do të kthehem më vonë për të parë si bashkan puna. Duket sikur kasolja ka vjell. Lilo, ti dhe Stitch mund të pastroni atë anën aty. Ne të dy po fillojmë këtej.